Përshëndetje, unë jam Milan Musafaj, administrator i shoqërisë Dizri Printal. Pas shumë vite pune në Greqi, në fushën e printimeve indoor outdoor dhe formimit tim profesional aty, ktheva në Shqipëri dhe vendosa të nis biznesin tim këtu. Në fillim biznesi nisi me investime të vogla në mundësitë tona dhe me makine shumë të vogla, por shikoj një makinë shumë të mirë e cila më kishte pëlqyer në Itali, po ishte shumë më shtrenjtë për mundësitë tona. Kisha dëgjuar që mund merrim nga Fondacioni Italian i Zhvillimit një kredi me interes shumë të ulët dhe nuk kishim nevojë për kolateral. Pasi rënë dakord edhe me kompaninë italiane prodhimit printerave, bëm aplikimin, fituam këtë kredi, morëm kredi dhe sonë makinën. Kjo makinë na ndihmoi jashtëzakonisht shumë në tregun shqiptar. U kthyem realisht lidhe jo në tregun shqiptar dhe jo vetëm, pasi vetë makineria shumë e zhvilluar dhe shumë e përparuar. Ne tani kemi marrë edhe 3-4 makine të tjera, të cilat kemi pasur mundësi të marrim direkt në fondet tona, sepse vetë biznesi u rrit dhe kemi pas një rritje gati 30% vit për vit. Ishte shtysa më e mirë dhe më e madhe për ne. Na kthye nga një biznes i vogël në një biznes shumë të madh, inovativ dhe shumë modern. Dhe për këtë sigurisht falenderojmë Fondacionin Italian Shqiptar dhe Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit që na kanë mbështetur.